Një ditë pas përplasjes mes Greqisë dhe Shqipërisë për ngjarjet në Himar, ku reagimi i shtetit fqinj u konsiderua si ndërhyrje në punët e brendshme të vendit tonë, përfaqësuesi i kryeministrit grek Aleksis Tsipras ka lëshuar këtë të shtunë një deklaratë të fortë kundrejt komunitetit çam. Duke e folur nga Kongresi i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, përfaqësuesi i qeverisë greke i ka cilësuar çamët pasardhës të nazistëve, duke i kërkuar madje edhe kryeministrit Rama pse i mban ata pranë. Ajo që mua më shkakton problem është e gjithë kjo dëshirë dhe vullnet që duket nga autoritetet shqiptare për ndihmë, për bashkëpunim dhe me PPD-n dhe partitë e tjera. Si është e mundur që të njëjtët njerëz që janë pasardhës të atyre luftëtarëve që luftuan kundër gjermanëve, ju të pranoni dhe të toleroni pranë jush disa pasardhës të nazistëve dhe e dini mirë se për çfarë janë ata pak veta për të cilët unë flas. Nuk është e mundur që unë të fyej shqiptarët me ato thënie që ata kanë ngritur kohët e fundit, por ata fyejnë Shqipërinë dhe jo Greqinë, historinë e rezistencës së Shqipërisë. Ata fyejnë këtë gjë dhe ky është një problem. Deklarata e përfaqësuesit të qeverisë greke ka sjellë sa kaq edhe reagimin e kreut të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi. Në një status në Facebook, ai është shprehur i zhgënjur me Ramën dhe Palokën që i quan se hirxhinj, të cilët sipas tij, kur janë me PDI-un, qajnë për çështjen çame, por se kanë për gjë të dëgjojnë arrogancën dhe paturpsinë e ndërhyrjes në punët e brendshme të qeverisë greke. Athina zyrtare me arrogancën e atij që ka xhepin plot me para borxh, na tregon se kush bëhet nënkryetari i parlamentit. Me kë duhet të bëjnë koalicion partitë shqiptare, për kishën autoqefale shqiptare, për imarrën e për çdo gjë që Athina zyrtare mendon se duhet të imponojë një vendi vasal. Duke akuzuar Greqinë për pushtimin e çamërisë dhe për masakrën ndaj popullsisë çame, Idrizi shton se qeverisë greke i mbetet që të tërheqë nga skena politike shqiptare Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, që edhe kështu thot ai potretet përdite është bërë kockë lëkurë, e kockat e Baron Portokallit se ngjallin dot më.